Çfarë dush ti? Kam thënë autobus. Pisën e gjerë, e mashtrues, se do pres veshën, i marrush, i fliqën, artisti poster. Nuk është ofendim. Po vlla, ti Pres s'pëshon. veshën, nuk është ofendim. Është kërcënim. Po, kërcënim. U kërcënu ti nga unë, më shafshe. Po, të vdesu për tyre që ndjesh ti i kërcënuar nga unë. Nuk të bën fort me ofendu. Nuk je më i fortë nëse ofendon. O Artan, e ke Po nuk duhet të ofendoj. Artan e keni marrë me shumë frikë. Baba i ofendimeve. Bëjta dojme, unë po them për atë që e ken krah. Nuk merr me ofendime. Është një njeri që ti mund shkalosh në jetën. Mateo ju ka kundërpërgjigj ofendimeve tuaja, akuzave tuaja. Akuzave që ja keni bë jo. Ti për që ka i ka thonë, je autobuzi, ti e këtu në kratë Brikenes, në kratë Brikenes, je Zari, ofendim është të mirë. O Briken, je në autobus. Po pra, jo autobuzi, edhe kejti dim pse i ke thënë autobuzi. Je në autobus, E ke pranu dhe vetë që pse i ke thënë autobuzi, e ke pranu dhe vetë kur t'ka pyet, pse i ke thënë autobuzi, e ke pranu dhe vetë pse i ke thënë autobuzi. Ti pse i ke thënë autobuzi? Në Shqipërinë, e dim shumë mirë pse i ai thënë është në autobus, sepse nuk e di ku ka hyrë këtu mbrëm. Kaq. Autobus më si thuj as kujt. Kaq. Mos i them autobus. Jo mirë. Po ti, Unë po si them në autobus, kur ai të thot mua.